Mirëdita të gjithëve ju të dashur miq që po na ndiqni përmes rrjeteve sociale të World Vision, si dhe përmes kanalit tonë në YouTube World Vision Albania Kosovo. Janë të shumtë prindërit që na kanë shkruar se ditët e qëndrimit në shtëpi janë bërë të vështira, veçanërisht për fëmijët. Loja brenda mureve të shtëpisë i mban të angazhuar për disa orë, detyrat për disa orë të tjera. Megjithatë, nga dita në ditë, ndjehet edhe më shumë mungesa e shëtitjeve në natyrë, këndi i përbashkët i lojrave, çerdja, kopshti apo shkolla. Pra me pak fjalë, fëmijëve sot po ju mungon koha me miqtë e tyre. Unë jam Vasilika Bargjo e bashkë me mua Anila Sulstarova, psikologja klinike dhe psikoterapistja, e cila do të na tregojë pak më shumë lidhur me situatën dhe mënyrën si të menaxhojmë këtë situatë. Anila, sa po e vuajnë fëmijët sot këtë lloj forme izolimi? Shumë po e vuajnë. Fëmijët në varësi të moshave vuajnë ndryshe, megjithatë nga feedbacku që un kam nga prindrit, njerëzit me të cilët punoj, ka ardhur një moment që fëmijët janë të lodhur nga izolimi, sidomos fëmijët e apartamenteve apo të zonave urbane në të cilat nuk kanë shumë oborre apo kontakte me natyrën. Dhe lodhja e fëmijëve përkthehet në nervozizëm nga ana e tyre, në mungesë dëshire për të bërë detyrat, në prishje të orareve të gjumit. Shumë fëmijë nuk flen më në orën 9 apo 9:30 kur flenin dikur, po flen pas orës 11 sepse i përshtaten orareve me të familjes, me familjarët e tjerë, flen kur të tjerët flen sepse të nesër nuk kanë nxitim dhe detyrat në shkollë arrin t'i bëjnë. Kështu që po e ndjejnë dhe po e vuajnë, është shumë e rëndësishme që për fëmijët të kenë kontakt me fëmijët e tjerë, sepse validojnë çdo mendim, ide, dëshirë që kanë me të tjerët. Është si të vallëzosh veten apo të vallëzosh me të tjerët. Dhe fëmijët në shtëpi janë lodhur duke vallëzuar me veten e tyre, kështu që është krejt e kuptueshme nevoja që ata kanë për të kaluar kohë me klasën, me shkollën, me të tjerët. Nga kontaktet që un kam ka dy lloj fëmijësh. Fëmia i parë, kategoria e parë e fëmijëve janë ata që kanë frikë të dalin, sepse me sa duket vijnë nga familje shumë ankthioze dhe frika nga koronavirusi është transmetuar zakonisht shumë dhe prindrit që kërkojnë që të nxjerrin fëmijët për një shëtitje diku në lagje apo poshtë pallatit, edhe ata kanë frikë ta bëjnë gjë të tillë sepse thonë nuk mund të dalim se do smuremi me koronavirus, dhe ky është një dëmtim i madh. Dhe kategoria tjetër e fëmijëve që qajnë dhe vuajnë në mënyrë të qartë, eksplicite, që kam nevojë të dal, kam nevojë të takoj shokët, kam nevojë të shkoj në shkollë, kam nevojë të luaj, kam kaq shumë nevojë. Dhe këta prindër janë ndjen shumë të pafuqishëm për të ndihmuar fëmijën, e para sepse është ndaluar dhe e dyta sepse nuk dinë se si. Cilat janë disa nga format që fëmijët e grup moshave të ndryshme shfaqin frustrimin, mungesën e shoqërizimit, anksin, pasigurinë? Kryesisht përmes nervozizmit, acarimit me bërjen e detyrave, acarimit me faktin që prindrit nuk kanë fuqi të ndryshojnë situatën, çrregullimeve të ngrënit, që mund të jetë një oreksi shtuar apo si një oreksi i reduktuar, çrregullimeve të gjumit, izolimit në vetvete, në sensin që nuk kanë shumë as kontakte ose nuk duan të kenë kontakte me moshatarë kur prindrit duan t'i bënë në FaceTime apo në këto platformat e tjera elektronike. Këto janë disa nga shenjat e para që fëmia, po nervozizmi është ajo më e dukshme. Dëshira për t'u zënë me prindrit është ajo më e dukshme. Domethënë shumë prindër janë të paqartë dhe s'kuptojnë dot fëmijën e tyre pse është aq kundërshtues, aq rebel, që përplas, që nuk do t'i bëj gjërat, që ngre zërin. Në fakt që t'jemi sinqert, për mua këto janë shenja shumë të mira, sepse të paktën e jashtë zonë e tregon që nuk është mirë dhe po vuan diçka. Kundrejt fëmijëve që izolohen dhe nuk i kanë këto ndryshime kaq të dukshme. Ka prindër që na kanë shkruar se kanë të vështirë që t'i thonë tashmë jo fëmijëve të tyre, që duan të dalin jashtë, të takojnë shokët e shoqet, duan të flasin me mësuesit e tyre, me edukatorët. Sigurisht që situata është pak e vështirë dhe delikate, sepse autoritetet thonë që respekto rregullat dhe mos dil dhe ruaj distancën fizike me të tjerët. Në planin afatgjatë, çfarë pasojash ka mungesa e shoqërisë në jetën e fëmijëve tanë? Izolim social, frikë nga pranimi i tjetrit, frikë nga të ndërvepruarit. Do me thënë preket cilësia e ndërveprimit të fëmijës me fëmijën. Natyrisht ata janë rezilient dhe do e shërojnë të gjën, po varet nga dinamika e jetës familjare të fëmijëve të caktuar, që mund të jetë mungesë dëshire për të përfshirë në shoqëri. Nga studimet që janë bërë për njerëz që kanë qenë të izoluar pa vullnetin e tyre në rrethana të caktuara, dëmi në terma të zhvillimit social ka qenë i madh dhe në disa rrethana i parueshëm.
Unë shpresoj që kjo situatë të mbaroj shpejt, që fëmijët të kenë mundësinë që të rikthehen jetës që kanë pasur. Ndonë se jam pak e friksuar, sepse kësaj radhe fëmijët përveç mos vrapo, mos djersit, mos u vrit, do i shtohet një mos më i madh dhe më paranojak, që është mos u prek me atë tjetrin, mos atako atë tjetrin, mos u përqafo me atë tjetrin, sepse mund të ketë koronavirus. Si do duket përshtatja pasi të dalim nga karantina? Për të parë do ketë vështirësitë e veta, por është shumë e rëndësishme të dalim nga karantina. Jemi më të gatshëm që të përshtatemi rrethanave të reja, sesa të vazhdojmë të jetojmë në izolim. Cilat mund të ishin disa këshilla praktike për fëmijët e grup moshave të ndryshme se si të përballen me mungesën e shoqërizimit në këtë situatë? Unë do sugjeroja që prindrit të ruanin kontaktet me shokët e fëmijës, me mësuesët e fëmijës, pavarësisht moshës, dhe të organizonin takime online, qoftë dreka online, ku fëmia ha drek online me shokun dhe me shoqen, qoftë lojra online, qoftë parja e një filmi të përbashkët dhe pastaj diskutimi për filmin, qoftë ky vizatimor. Do sugjeroja shumë që prindrit ishin më aktiv në organizimin e këtyre takimeve të fëmijëve të tyre online, se të paktën ndarje e përvojave do e ndihmonte shumë një fëmijë që të ndante përvojën me shoqen e vet, me shokun e vet, për dhomën e vet, për lodrat e veta, për drekën që po ha, për vështirësitë që kanë detyra. Për momentin të shoh një gjë të mundshme dhe të rëndësishme. Anila, faleminderit. Unë uroj që të gjithë prindrit të kenë marrë një përgjigje lidhur me pikpyetjet që na kanë sjell për shkak të situatës së krijuar nga pandemia COVID-19. Ndërkohë ju lutem kushtojini vëmendje fëmijëve tuaj që ata ta kalojnë sa më lehtë këtë situatë emergjente. Disa ide dhe disa këshilla mund të gjeni në sfidën 40 ditore të qëndrimit në shtëpi, të propozuar nga World Vision. Kjo është një mundësi për të qëndruar me familjet tona, le të mos e çojmë dëm, por ndërkohë që qëndrojmë dhe kujdesemi për familjet tona, le të kujdesemi edhe për shëndetin tonë mendor. Bashkë dëgjojmë një herë tjetër, ditë të mbarë dhe mirë takofshim.